patjetër që, siç e thash, ky është një proces i cili ka nevojë për përmirësimet e veta dhe ato që kriti edhe drejtuesi i provës posaçme janë çështje që duhen marrë konsiderat edhe në le të themi në punë që do bëjmë për strukturimin më të mirë të tyre dhe besoj që këtu do të blejë bashkëpunimi i mëtejshëm me Ministrinë e Drejtësisë. Megjithatë, rëndësishëm për ndjekjen e rekomandimeve do të jetë sidomos për progresin e eduksionit të përgjithshëm, plotësimi organikave, ngritja e seksioneve të posaçme, njësive specializuar kërkon njerëz, pasi ende ne kemi 35% të mungesave në organik, kështu që dhe themi kjo relativizon shumë mundësinë e ndjekjes së rekomandimeve dhe e dyta që unë duhet ta ngreja le të themi të mbetet nga dita e sot me zotin ministër është një çështje që ka të bëjë me infrastrukturën, sidomos me provurinë e rrethit gjyqësor Tiranë dhe me gjykatën e këtij rrethi. Është një çështje urgjente, ne kemi komunikim institucional, por shpresoj në vijimin e përpjekjeve për gjetjen e një zgjidhje, pasi në fakt arritja le të themi cilësia në ndjekjen e timeve, ku janë patjetër përfshira edhe ndjekja e rekomandimeve të Këshillit të Ministrave lidhet me sigurimin e kushteve të punës për prokurorët dhe gjyqtarët. Ky është si komentar, nuk e di nëse doni diçka të fundit përpara se ta mbyllim. Faleminderit zoti prokuror. Sigurisht që rekomandimet e Këshillit të Ministrave janë orientuese për luftën kundër kriminalitetit për vitin 2025, janë orientuese për organin e prokurisë. Sigurisht që unë e theksova në fjalën time ku përmenda shkurtimisht shtyllat kryesore të këtyre rekomandimeve, sepse në pjesën dhe metodologjinë që e shoqëron është më e detajuar se si ne në zbatime sipër do t'i masim zbatimin e këtyre rekomandimeve, edhe pse lypsët bashkëpunim ndërmjet 3 institucioneve, sepse jo çdo gjë është statike. Ka rekomandime që metodologjia i përcakton si të mashme, po siç ka dhe rekomandime, siç e tha drejtuesi i SPAK-u, që janë të karakterit deklarativ dhe që sigurisht kërkojnë që në vazhdimsi e sipër ne jemi në kontakt vazhdueshëm për përmbushjen e secilit nga këto rekomandime. E rëndësishme në qëllim është që të kemi një provëri efektive në luftën kundër kriminalitetit dhe të kemi një provëri që i përgjigjet në kohë reale dinamikave të ndjekjes penale dhe hetimit dhe një provëri që dita ditës fiton besimin e qytetarëve dhe të publikut. Dhe këtu mbiem plotësisht dakord të tre si drejtues të këtij institucioni të rëndësishëm, ju të provurisë dhe unë të Ministrisë së Drejtësisë. E dyta sa i takon infrastrukturës, e kemi detyrim. Sa i takon infrastrukturës të provurisë dhe të gjykatave, e kemi detyrim kuadrin e negociatave që ne sot jemi me Brukselin. Pra tek grupet themelorët, një nga kërkesat që kemi për përmbylljen e grupeve themelorëve është akomodimi dhe krijimi i kushteve të punës për prokurorinë, sidomos provurinë e Tiranës, por dhe për sistemin e drejtësisë. Prokuria e Tiranës është nevojë urgjente, siç janë edhe akomodimi i disa kërkesave për infrastrukturë në disa provuri tjera të jurisdiksionit të përgjithshëm. Sigurisht mbetemi të hapur për t'u mbështetur me buxhet, siç edhe e kemi bërë në vazhdimsi, por do të kërkoja që në këtë pikë të rrisim akoma më shumë bashkëpunimin në nivel teknik, sepse drejtuesi shprehin vullnetin, ne kemi suportin, dëshirën dhe buxhetin që e kemi në dispozicion, por kërkojmë edhe angazhim nga ana juaj që këto gjëra të shtyjmë përpara. Kemi buxhetuar projektin për fillimin e punës për projektet e infrastrukturës në provuri dhe në disa gjykata, por kërkohet që stafët tona teknike të jenë në kontakt të vazhdueshëm. Është detyrim që duhet ta përmbushim gjithë së bashku. Jo vetëm ne si qeveri, por të gjithë si shtet shqiptar në Bruksel, para se të mbyllim kapitullin e grupeve themelore që ka të bëjë me shtetin e së drejtës, sundimin e ligjit dhe drejtat dhe liritë e njerëzit, duhet të kemi mbyllur edhe çështjen e krijimit të kushteve të punës normale për prokurorët në Republikën e Shqipërisë. Edhe këtë e them publikisht, është angazhimi joni dhe ne do t'ju suportojmë në këtë pikë. Atëherë, vizoj thamë gjitha, e falenderoj ministrin për ardhjen dhe prezantimin e rekomandimeve të Këshillit të Ministrave. Do të mbledhin gjithë mirët.